niveli është ngritur shumë dhe jo më kot. Në komentin ton live është bashkuar edhe drejtori kreativ ende e DJ-zën. Përshëndetje nderuar miq, jo më kot u bashkova në koment për këtë ndeshje. Kemi të bëjmë me një ndër ndeshjet më të bukura Arion të natës. Dhe mbi gjitha duhet të themi është rematch. Është rematch edhe ndeshjen e parë ka fituar Roland Hoxha në Greqi. Dhe tani Micinigosi po ka mundësinë që të marrë hak apo jo? Vetëm ti e di historinë midis kësaj ndeshje, ti je matchmaker, ti e ke bërë këtë ndeshje. Ditë them që do jetë domethënë një ndeshje vërtet e zjarrt, si kanë nisur, pra këta të dy e kanë personale me njëra tjetër, e kanë vërtet shumë personale dhe Micinigosi Greko është shprehur se nëse nuk fiton të ndeshje do të tërhiqet nga kickbox. E di ma ke thënë dhe më duk impresionante, e ka thënë deklarat zyrtare apo ta ka thënë ty personalisht? Personale, edhe është diçka që kur thuhet personalisht në herë është edhe më e vërtetë dhe më e lirë. Sa vite përpara e ka hedhur knockout Micinigosi? Kemi të bëjmë me 2 vite më përpara që Hoxha ka fituar. Tani të shohim sa është përmirësuar Micinigosi, që është edhe kickboksieri i renditur me numrin 4 në welterweight në divizionin e Furyt, ku kemi kampion Edi Sheja, Edin e kishte edhe këtu në koment. Dhe herën e fundit pati një ndeshje me Micinigosin. Edi ishte një super ndeshje, po që e fitoi me pikë dhe sigurisht Micinigos do të kthehet prapë aty. Normalisht nuk e di se ku jeton Roland Hoxha, jeton në Greqi? Jeton në Greqi. Atëherë e kanë personale pra. Patjetër. Shqiptar, me origjinë shqiptare jeton në Greqi, dhe kaq që Panayotis është grek. Janë aty me njëri tjetrin. Patjetër. E kanë personale. Etjen, po. Body kick i fort nga Micinigos. Dhe është pikërisht kjo problemi që Hoxha vërtet pret këto momente kur Micinigos hapet me këmbët dhe ai tenton që të punojë me duar dhe kështu ka ndodhur dhe nokauti i parë pra. Kështu që i kujdesshëm duhet të jetë Panayotis. E ka marr Panayotis qendrën e ringut dhe po bën presion. Ja përkat i fuqishëm tani luftojnë, body kick nga Panayotis. Ende mendon se duhet patjetër që ta shtyp përpara Rolandi Grekun. Kam përshtypjen që Rolandi është duke pritur një hapje të Grekut dhe sapo ta shohë që do ta kap mirë, aty do jetë momenti që ai do tentojë të avancojë. Ja. Shikoj pikërisht, ja pra mjaft mirë këtu. Mjaft mirë. A ka qenë kështu dhe duhet i pari? Shumë ka qenë duhet. Flying knee tani. Duke gjuajtur me gjuhë. Head kick tani nga Micinigos. Mjaft shumë e fortë ndeshje. Duhet thënë një kënaqësi që rikthehemi në koment me Erion Xharën. Mbaron ky round. Roland Hoxha si e shef roundin. Si të duke round? Është një round i barabartë, Micinigos bëri më shumë punë me shkelma, siç e pam. Hoxha është boksier më i mirë, por që është raundi i dytë që besoj të na japë një panoramë më të qartë, Arion, se si do shkojë kjo ndeshje. A është kjo çfarë doni ju si organizator? Ndeshje të bukura, ndeshje cilësore, ndeshje të kushtuara. Ndeshje të vërteta mbi të gjitha që kjo është kryesore, domethënë që mos kemi kompromise apo ja do ta shohim dhe gjatë natës sotme, domethënë siç e pam me kickboxing më përpara, por edhe me boxing kemi ndeshje vërtet shumë të forta. Dhe ky është vetëm fillimi i natës sot. Ta pyesim pak ende për organizimin, sepse ai është koka së bashku me Jurgenin të dy. Deri tani si duket ende kjo natë. Është një natë mjaft emocionante. Ndërkohë që nuk ka kohë për të folur tani. Absolutisht tu aksioni është full gjithë kohës. I rrezikshëm Roland Hoxha, siç e tham, pra do tentoj që të gjej momentin dhe të sulmoj. Do të bëj pak më mirë Micinigos, nëse mendja e jashtëzakonshme. Fokus po gjet termi, fokus jashtëzakonshëm. Shohim shpërthimin e të dyve tani.
janë të kujdesshëm, duket sikur duan ta vënë një siguri njëri tjetrin, më pas shpërthejnë. Ja pra. Gjithsesi endit, si thon anglezët, so far so good, deri tani jemi mirë. Kanë pëlqyer ndeshjet përpara kësaj. Ndeshjet shumë të bukura Erion edhe vërtet jam i lumtur që shqiptarët po kanë mundësinë ta shohin të spektakël. Dyshi mirë. Oh! Shohim ku mish. Ka luftë në Tiranë. Personale, kanë me njëri tjetrin dhe kjo duket edhe në ekran shpresoj. Asnjëri nuk të rishet. Preferojmë boksin olimpik se është i shpejtë. Edhe juve e keni të avantazhuar kickboxin. Shumë. Në të ardhme kemi thënë edhe dia, do shohim MMA shqiptarët, ndoshta janë të etur edhe për MMA. Patjetër, kemi parë Jon Bakallin, e kemi pritur që e përshëndesim nga ekrani. Jo, no, përshëndesim. Ka ikur shumë larg Jon Bakalli, ka ikur fund botës. Kështu që patjetër që do kemi MMA. Do rikthehet. Janë këto exchange janë shumë të çuditshme, vinë huk me huk dhe padyshim që njëri mund të bjerë. Ende nëse do të kemi një ndeshje MMA, duhet që fundi i ringut të mbyllet me rrjet. Jo vetëm fundi, vetëm pjesa e fundit. Është K1, është MMA në Japoni bëhet. Pra ring boksi edhe poshtë një rrjet që nuk lejojnë sportistët të bëjnë grappling dhe të bien poshtë ringut. Ajo do ishte perfekte Erion. Unë shpresoj shumë që Fury 6 ta kemi patjetër. Shi tentuar Micinikos. Shohim ku tani hap duart. Miq, është ndeshje shumë e bukur. Roland Hoxha surprizon. Kombinim për 3 goditësh dhe ishte e majtë ansore që lëkundi Panayotis. Hoxha që është në shtëpinë e tij, po jep maksimumin dhe mund të marrë dhe numrin 4 në renditje me këtë fitore. Më fal ende, se ti je matchmaker. Kush fiton nga këta? Do ndeshet me Edi Shej? Si është plani? Plani gjithmonë është që fituesi i kësaj ndeshet me Edi Shejen. Micinikos do ndesheshë me Petrisor Kalin, që është dhe kampion bote i SKA në këtë event, duke qenë që ai u tërhoq në moment fundit. Është në një replacement në momentit fundit Roland Hoxha. Kush fiton nga këto dy shkon avancon në Fury 6 për titullin. Endi, po shqiptoj rastin, e pushimit. Sa e vështirë është të bësh matchmakerin në Shqipëri, është një profesion krejt i ri dhe lojtarët që gjithë duan pagesat të çmendura. Sa e vështirë është të sillesh një oponent të denjë për Ahmet Kozhin për shembull. Është shumë e vështirë sepse duhet të jetë shumë i mirë, shumë i ri, edhe kërkojnë pagesa shumë të mëdha. Shiko, padyshim që gjithmonë sportistët vinë aty ku ka evente të bukura. Dhe kur kemi të bëjmë me evente me organizime të mëdha, gjithmonë më shumë rritet interesi dhe pagesat nuk është se janë më aq të larta që kërkojnë Erion. Domethënë bie kërkesa. Marrin nga organizimi. Është praktikisht ajo që bën UFC. UFC nuk mbahet si organizata që paguhen më shumë në botë. Po bën ndeshjet më të forta ama. Po bën ndeshjet më të forta, por nuk paguhen më shumë. Po. Micinikos duhet shkojë all-in këtu në këtë round të tretë, duke qenë që jemi në këtë pikë që shumë të rrezikshme këto exchange Erion. Raundi fundit. Është gjithë stadiumi në këmbë për Roland Hoxhën. Duhet ta japin tani. Po. Apo jo e tjetër. Me kokë. Ishte pavullnet. Ishte goditje me kokë e pavullnetshme, miq. Ishte goditje me kokë, nuk e pash atje. Okej. Hoxha që ka këtë stilin që hyn me kokë, domethënë kur kombinon, dhe duket që është një djalë me shumë zemër Erion. Hoxha. Ka shumë guzimtar dhe po bën një performancë vërtet shumë të mirë sot këtu. Kombinimin me leg kick Hoxha, middle kick Panayotis. Body Hoxha kick. shtyll përpara, Hoxha nuk do t'ja di. Për gjysat dhe shkelmat e Grekut.
goditje të forta këtu sot në cepësh Panajotis. Është e pabesueshme. Kjo që po shohim këtu sot vjen si një zëvendësues Roland Hoxha, surprizon të gjithë. Në mund të jetë ai sfidanti pra për Edi Sheën, kemi një ndeshje shqiptar me shqiptar. Endi si është as duke fituar këtë ndeshje. Deri në këto momente, paktën për ne që jemi profesionista, e shohim që po fiton tani. Gjyshi Panajotis clear kickboxing. Patjetër. Duhet ta pyesësh Erion për ty për lart. E ka thënë deklaratën, ha? Më konfirmoj që e ka thënë se do ta pyesë ring. Po patjetër që e ka thënë edhe është i pyetje domethënë që po. Panajotis si duket i surprizuar këtu sot, prisshim një performancë pak më interesante nga ish sfidanti numër 1 për titullin. Por mjaft mirë bën Hoxha. Ka probleme mbrojtjen e dhëmbëve Roland Hoxha për ditën. Front kick. Dhëmbët dhe ecën përpara. Sekondat e fundit, raundit të fundit. Shohim. Body kick tani nga Mitsinigos. Më shumë duhet bëj në këto minutat mbetura, sekondat mbetura të fundit, duhet t'jap më shumë nëse do që ta fitoj këtë sfidë. Kemi një tjetër break. Ka duar trokitje për Roland Hoxhën që sot po jep një sfidë vërtet shumë të fortë Mitsinigosit. Body shot tani nga ai. Mitsinigos, miq, mjaft e fort kjo. Shohim këto sekondat fundit, ka përfunduar kjo super